Ministri e Arsimit dhe Sportit Mirela Kumbaro në një postim në rrjetet sociale ka njoftuar se që sot ka nisur procesi plotësimit të formularit A1, që plotësohet online sipas udhëzimeve të publikuara në portalin e Albania, përmes të cilit nxënësit përcaktojnë lëndët me zgjedhje për provimet e maturës shtetërore 2026. Ministri e Arsimit thotë se aplikimi do të zhvillohet në datat 10-11 shkurt, ndërsa drejtoritë rajonale arsimore, zyrat arsimore dhe shkollat janë në dispozicion për të ofruar asistencë gjatë gjithë procesit të aplikimit. Gjithashtu Kumbaro u bën thirrje maturantëve të mos e marrin këtë vendim në mënyrë të nxituar, pasi zgjedhja e lëndëve ndikon drejt për drejt në orientimin akademik dhe studimet e mëtejshme. Sot ju do filloni të plotësoni formularin e rëndësishëm për finalen e viteve studimit në shkollën e mesme, formularin A1, me të cilin ju do të zgjidhni lëndët që do të keni në provimet e fundit në qershor të 2026. Është një zgjedhje e rëndësishme, nuk duhet me i lënë rastësisë se çfarë do të bëni në qershor, sepse lëndët që ju do të zgjidhni në një farë mënyrë ju orientojnë drejt fazës tjetër, atë të studimeve të larta për ata që do të vendosin të vijojnë studimet në universitet. Prandaj, këtë vendim të rëndësishëm, mendojeni mirë, këshilloni me mësuesit tuaj, këshilloni dhe me prindrit, sepse kjo do të përcaktojë në një farë mënyre studimet e mëtejshme. Për ata që nuk janë maturantë të këtij viti, por të viteve të mëparshme, është formulari A1Z, i njohur edhe ky për të gjithë ata që ndjekin procesin. Po mirë është ta kujtojmë që për këtë të dytën ka vetëm 2 data në dispozicion. Prandaj, kemi postuar tashmë dhe kemi bërë të njohur për të gjithë aplikuesit sipas drejtorive rajonale arsimore. Në datën 2, 3 dhe 4 në Tiranë, Durrës dhe Fier, në datën 5, 6 dhe 9 në Korçë, Lezhë, do të jenë të gjithë në dispozicion për t'ju asistuar, për t'ju ndihmuar që nga mësuesit, drejtuesit e shkollave, drejtuesit e zyrave arsimore dhe të drejtorive rajonale. Dhe njëherë kujtes për formularin A1Z, janë 2 data në dispozicion për të gjithë.